Si je? Mirë, faleminderit, si jeni? Si po ndihesh në këtë konferencë të sotme? Në fakt ndihem vërtet shumë i gëzuar sepse është dita 28-29 nëntorit dhe është dita që të gjithë shqiptarët festojnë pavarësinë e kombit të tyre. Dhe normalisht neve si shqiptarë që jemi një komb me zemër shumë të madhe dhe shumë krenar që neve po festojmë këtë ditë sot dhe shpresojmë që ta festojmë për shumë vite me radhë. Shumë faleminderit, është kënaqësi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je dhe si po të duket konferenca? Është një atmosferë goxha krenare do thoja, sepse janë pikërisht ditë të tilla që na bëjnë të kujtojmë se me rast të them se marrim paksa të mirëqen lirinë e vendit tonë dhe pikërisht ditë të tilla na kujton se sa shumë kemi kaluar si popull edhe gëzuar të gjithë 29 nëntorin. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Si po ndjeheni dhe si po duket konferenca? Shumë mirë, zemra plot. Normalisht se është 28 dhe 29 nëntori, festat tona të zemrës që i festojmë me shumë dashuri. Kështu që ndihem shumë mirë dhe pranë gjithë njerëzve pozitiv që ndodhen këtu me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. E ju, si po ju duket konferenca? Mos më shikoni që jam vesh me gri, po brenda jam i kuq komplet. Atëherë konferenca më duket shumë entuziaste, shumë e bukur, çdo gjë e kuqe dhe faleminderit shumë që më ftuat në këtë konferencë dhe po ndihem jashtëzakonisht shumë mirë. Shumë faleminderit ju që keni ardhur. Faleminderit. Përshëndetje Rohana, si po të duket konferenca? Shumë mirë, shumë bukur, jam veshur me të kuqe dhe me vesa, kushëzim. Dhe jam të falënderuese që jam këtu. Ndonjë urim për shqiptarët? Gëzuar festat. Faleminderit. Anse dhe Anën tani. Si po të duket konferenca? Shumë arrir. Besoj që dhe njerëzit që janë brenda janë njerëz shumë të bukur. Janë njerëz që janë dhe personalitete, janë njerëz që kanë lënë një shenjë në karrierën e tyre, kanë bërë një emër në vendin tonë. Kështu që besoj që është një konferencë arrir. Faleminderit shumë. Lutem.